Një nisë e rëndësishme kulturore dhe arsimore po merret në zemër të Sanxhakut fal përpjekjeve të palodhura të aktivistes shqiptare Amina Nuraj dhe mbështetjes së Këshillit Kombëtar Shqiptar. Duke filluar nga data 24 maj, do të nisë një kurs falas i gjuhës shqipe për të rinjt shqiptar të Sanxhakut, një hap ky i rëndësishëm drejt ruajtjes dhe forcimit të identitetit kombëtar në një zonë ku shqiptarët janë përballur me dekada të tëra të marginalizimit dhe asimilimit. Amina Nuraj përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shpërndar me emocion dhe krenari këtë lajm të shumë pritur. Me shumë gëzim dhe krenari ju njoftoj se zyra e Këshillit Kombëtar Shqiptar po fillon një kurs falas të gjuhës shqipe në zemër të Sanxhakut nga 24 maj, ka shkruar ajo. Në të njëjtin postim Nuraj shpreh falënderime të veçanta për ambasadën e Shqipërisë në Beograd, e cila ka kontribuar në këtë nisëm duke dhuruar libra falas për të rinjtë e Sanxhakut me qëllim që ata të kenë mjetet e nevojshme për të mësuar gjuhën shqipe. Do të doja të shfrytëzoja këtë rast për të falënderuar ambasadën e Shqipërisë në Beograd për librat falas që u dhanë të rinjve të Sanxhakut për ta mësuar gjuhën shqipe, shkruan ajo mëtej. Në një tjetër postim emocional dhe të fuqishëm, aktivistja Amina Nuraj ka shpalosur realitetin e dhimbshëm, por edhe krenarinë e thellë që mbar të qenit shqiptar në një rajon si Sanxhaku. Ajo përshkruan me ndjenjë dhe vetdije të lartë mënyrën se si shumë shqiptarë në këtë rajon janë detyruar të mësojnë gjuhën dhe historinë e tyre përmes internetit, të shkëputur nga çdo gjë shqipe që në bark të nënës, si shpreh ajo. Unë jam nga Sanxhaku, është normale që gjuhën anëtare e kam mësuar nëpërmjet internetit, sepse më ka nda nga çdo gjë shqipe që isha ende në barkun e nënës. Ajo përmend edhe emrat e heronjve kombëtar Aqif Blyta dhe Shaban Paluzha, duke theksuar se krenaria për historinë shqiptare është e gjallë në zemrat e sanxhaklinjve, pavarësisht ndarjes mungesës së institucioneve në gjuhën shqipe dhe diskriminimit të përditshëm. Postimi i saj prek edhe një realitet tjetër të dhimbshëm, mungesën e mundësive për të ndjekur arsimim në gjuhën shqipe, gjë që ka bërë që shumë shqiptarë të mos dinë as si të shqiptojnë saktë fjalët në gjuhën anëtare. Unë jam nga Sanxhaku dhe është normale që nuk di si shqiptohet një fjalë në gjuhën shqipe, sepse nuk patëm mundësi të mbaronim shkollën në gjuhën tonë anëtare. Ajo përmbyll një mesazh të fortë emocional dhe identitar, duke shprehur lidhjen e natyrshme me Republikën e Kosovës dhe dashurinë për flamurin kombëtar, për kulturën dhe muzikën shqiptare. Për Aminën dhe shumë të rinj të tjerë, muzika shqipe është më shumë se argëtim, është një lidhje shpirtërore me rrënjët dhe adeon. Unë jam nga Sanxhaku, i harruar nga të gjithë, por përsëri qëndroj drejt me dashuri të madhe për kombin, flamurin dhe kulturën time, shpreh aktivistja. Kjo nisëm për kursin falas të gjuhës shqipe nuk është vetëm një aktivitet mësimor, ajo është një akt rezistence kulturore në përpjekje për të ruajtur identitetin shqiptar në një hapësirë ku shpesh është dashur guxim për të deklaruar se je shqiptar nga frika e terrorit serb. Mbështetja ndaj institucioneve shqiptare dhe diaspora është thelbësore për të mbështetur të rinjtë e Sanxhakut që kërkojnë të lidhen me gjuhën, historinë dhe kulturën e tyre. Kjo është më shumë se një kurs, është një rilindje kombëtare në zemrën e Sanxhakut.